Përshëndetje, po ndihni Virtual World, unë jam Jeta Kasemi. Çfarë po ndodh në botën virtuale? Në kuadër të fushatës elektorale, Sali Berisha zhvilloi një takim në kryeqytet teksa shpalosi programin e partisë së tij për sigurinë ushqimore, por duket se doktorit askush nuk ja vë veshin, pasi janë shumë të fokusuar për të parë elemente në pamjen edhe në stilin e tij të jashtëm. Duket se doktori kështu ka marrë edhe elementet të amerikanizimit, le të quajmë atë, ndoshta me direktiva nga kryefushatisi i tij Laçivita, apo me një tendencë për të imituar, i frymzuar nga bashkëmoshatarët përtej oqeanit. Sot në këtë takim në kryeqytet u pa teksa mbante një palë syze diellit të zeza, donse ishte në ambiente të mbyllura dhe takonte njerëzit një për një dhe kur u në karrike vendosi zgjodhi edhe t'i hiqte ato. Diçka që është komentuar në botën virtuale si një imitim i drejt për drejt kundrejt presidentit të 46 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 82 vjeçarit Joe Biden. Edhe duke se njëkohësisht doktori largohet, le të themi, nga frymëzimi i tij i parë, Donald Trump, të cilët i mori edhe kapelen. Doktor Berisha është parë në këtë fushatë elektorale, teksa mban një kapele blu me numrin 1, direktiva ndoshta edhe këto të Laçivitës, si për shembull në këtë moment e kemi parë shpesh në tubime të ndryshme elektorale Sali Berishën teksa mban edhe kapelen me numrin 1, por është larguar nga Donald Trump, i njohur për kapelen e kuqe me ta bëjmë Amerikën të jashtëzakonshme sërish edhe me gishtin e madh që mban të ngritur në çdo takim të tij, edhe i është afruar më tepër 82 vjeçarit Joe Biden. E gjithë bota e krishterë vajtoi ndarje nga jeta të Papa Franceskut në moshën 88 vjeçare para ditën e së hënës. Lajmi qarkulloi me shpejtësi në gjithë botën dhe patjetër shkoi dhe te liderët politik në Shqipëri, të cilët po zhvillonin tubime dhe takime të ndryshme elektorale në zona të ndryshme të vendit. Sali Berisha për shembull ishte në Puk dhe pasi u informua, u kërkoi qytetarëve të bënin çfarë? Ndjekim videon. Miq, pas se të fillojmë të takim elektoral, ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje. Miq, pas se të fillojmë të... I merret goja në momente më të papërshtatshëm edhe bën një gaf. Një gaf që në fakt është bërë në vitin 2017 në Kuvend nga deputeti asaj kohe, Eduard Ndocaj. Kërkoj nga kjo sallë që të mbahet edhe një minutë heshtje për këtë njeri, ju falenderoj. Kërkoj nga kjo sallë që të mbahet edhe 8 vite më pas, kaubojsi duket se krenohet me momentin e sikletshëm dhe gjithashtu gafën që rikujtohet edhe sot e kësaj dite dhe madje në rrjetet sociale e poston videon e doktorit dhe thot e akuzon për imitim, duke thot se më ka marrë batutën, tentoi të më merrte edhe kapelen e kaubojsit, por atij nuk i shkon dhe përpasoj nuk e mori. Gafat e kapelet i shkojnë Eduard Ndocaj që kandidon për deputet në siglën e Euroatlantikëve Gjigant, që po knaqin ndjekësin e rrjeteve sociale këtë fushat me meme të paharrueshme dhe padyshim sepse edhe drejtuesi i Euroatlantikëve është vetë Lulzim Basha, që është shpallur në botën virtuale si mbreti i padiskutueshëm i memeve. Ai kujdeset që të zhvilloj hobit e tij dhe pasionet e tij edhe në këtë fushatë elektorale, duke postuar video të ndryshme në rrjetet e tij sociale në tentativa për të bërë viral, por për arsyet e gabuara. Për shembull, DJ Luli shfaqet sërish në kryeqytet dhe vendos këngën Ku të metën shokët Unikatilit në një ambient privat të kryeqytetit, duke lëvizur edhe dorën me numrin 4, ashtu siç e ka hije edhe çunave gangster që gjën në Unikatilit. Dhe pasaj qetësohet dhe luan një dorë bilardo dhe tenton në fakt që të zhvillojë dhe aftësitë e tij matematikore. Ojse, po, sa për 77, 300 Të gjitha këto momente janë reale, janë xhiruar me telefona, janë njerëz të vërtet, të cilët kanë zgjedhur që të bëjnë këto veprimtari dhe këto aktivitete dhe t'i postojnë në rrjetet sociale. Mos kujtoni se janë montazhe, editime apo gjenerime me inteligjencën artificiale. Agron Shea, e kreu i partisë Mundësia, duket se ka zgjedhur inteligjencën artificiale dhe ChatGPT që nëpërmjet një $10 të krijojë edhe këngën zyrtare të fushatës elektorale të partisë së tij, që do të shoqërojë Agron Shea dhe të gjithë kandidatët në të gjithë vendit, një këngë e cila fillimisht është lënë pa emër, le ta ndjekim.
Pra, pamjet janë të vërteta, janë të zgjeruara, kënga është kompozuar nga ChatGPT, nga inteligjenca artificiale, gjithashtu edhe teksti dhe është kënduar nga ChatGPT. Në të tjera zhvillime në botën virtuale, duke lënë pas Shqipërinë e duke shkuar përtej oqeanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku momente nga shtëpia e bardhë në kuadër edhe të një tradite, le të themi, shumë vjeçare, u zhvillua, ajo quhet rrotullimi i vezëve, zhvillohet në oborin e shtëpisë së bardhë nga pikërisht presidenti kohës Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump, të cilët qëndrojnë në krah edhe të një maskote të veshur si lepur, teksa Donald Trump deklaroi se besimi dhe feja janë rikthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas rimarrjes së presidencës nga ana e tij. Shohim në fakt se si fëmijët zhvillojnë edhe aktivitetin e rrotullimit të vezëve, duke shpallur më pas edhe një fitues simbolik. Është diskutuar shumë në fakt edhe mbi sasinë e vezëve, të cilat janë mbi 30.000 vezë të përdorura në këtë aktivitet që ka pritur rreth 42.000 amerikanë në shtëpinë e bardhë për të zhvilluar dhe këto ngjarje, le të themi, të përvitshme në kuadër edhe të pashkëve. Ka pasur kritika për përdorimin e numrit të vezëve, të cilat kanë qenë një dhuratë nga një agjenci, nga një bord kombëtar i prodhimeve të vezëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një kohë kur duhet thënë se numri i tyre vijon të jetë në stratosferë dhe një nga shqetësimet kryesore të shoqërisë amerikane, duke marrë parasysh se vezët, le të themi, janë një produkt bazik në tryezat dhe në shtëpitë e tyre. Por do doja gjithashtu të kujtoja se ky aktivitet i zhvilluar në pasditën me orën lokale të Shqipërisë të së hënës, gjithashtu u shoqërua dhe me lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të kreut të Vatikanit, Papa Franceskut, në moshën 88 vjeçare, një moment në fakt që gjithashtu është komentuar nga Donald Trump në fjalimin e tij publik, por detajet, kompozimi, le të themi, i daljes së Donald Trump në balkon në krah të zonjës së parë dhe maskotës së lepurit teksa ai fliste për Papa Franceskun, është kritikuar gjithashtu në rrjetet sociale. Çfarë ka thënë Donald Trump? Ishte një njeri i mirë, Papa Francesku punoi shumë dhe donte botën dhe urdhëroi që flamujt e Shteteve të Bashkuara të Shtetit dhe të gjitha godinave qeveritare shtetërore të ulen në gjysmështisë për të nderuar të ndjerin Bergoglio Papa Franceskun. Flasim në fakt për të tjera informacione dhe detaje që na vijnë nga mediat ndërkombëtare dhe po komunikohet gjithashtu në botën virtuale, si për shembull, sekretarja e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kristi Noem, e cila konsumonte një darkë me familjarët e saj në të dielën e Pashkëve, i humbet çanta. Çanta e saj ku mbante $3.000, mbante të gjitha mjetet e identifikimit, çelsat e makinës, çelsat e shtëpisë, pasaportën, e shumë mjete personale të rëndësishme, ku ka pasur njerëz që kanë deklaruar se si Kristi Noem është në krye të drejtimit dhe le të themi konfirmimit të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por e ka të pamundur që të ruajë dhe çantën e saj personale. Informacioni në fakt është dhënë nga zyrtarët e Departamentit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Nëpërmjet një emaili, ata deklarojnë se Noem kishte para në çantën e saj për të blerë dhurata për fëmijët, nipërit dhe për të paguar darkën e Pashkëve dhe aktivitetet të tjera. Grabitësit ka marrë $3.000 para në kesh, çelsat e makinës dhe të shtëpisë, patentën e shoferit, pasaportën, çeqe të ndryshme, çantën me kozmetik, gjithashtu ilaçe dhe simbolin e sigurisë kombëtare. Sekretarja e sigurisë kombëtare mbrohet nga agentët e Shërbimit Sekret Amerikan dhe të cilët në fakt i kanë referuar dhe pyetjet lidhur me incidentin në shtabin e sigurisë kombëtare. Mirë, flasim sërish për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut dhe informacionet që lidhen në kuadër edhe të ceremonisë mortore, si do të zhvillohet, në cilët ndatë do të mbahet, çfarë i paraprihet dhe si do të përzidhet edhe kreu i ri i kishës katolike. Do të përcillet për në banesën e fundit të shtunën e 26 prillit. Vendimi u mor nga Këshilli i Kardinalëve që u mblodh këtë të martë në Vatikan. Ceremonia do të nisë në orën 10 të mëngjesit do të mbahet në Bazilikën e Shën Pjetrit. Shërbesa fetare do drejtohet nga dekani i Kolegjit të Kardinalëve Giovanni Battista Re. Nga dita e funeralit do të llogaritet më pas edhe 9 ditët e zis. Trupi i pajetë i Atit të Shenjtë do zhvendoset në sheshin e Bazilikës së Shën Pjetrit këtë të mërkurë në mënyrë që mbar bota dhe ketë mundësinë që deri të shtunën të kryejnë nderimet e tyre ndaj Papa Franceskut. Këtë të martë, Vatikani publikoi dhe pamjet e Papa Franceskut, arkivolin e tij të hapur, Ati i Shenjtë i veshur me një mantel të kuq,
edhe me kësullën apo kapelen e tij papnore në kokë, ruzaret me kryq në duar. Ati i shenderoj jetë si pasoj një goditje në tru dhe dështimi i zemrës. Darja nga jeta u ndiku edhe nga sëmundjet të tjera bashkëshoqëruese si dështimet akute në rrugët e frymëmarrjes, hipertensioni arterial dhe diabeti i tipit të dytë. Në testamentin e tij të publikuar nga Vatikani, Papa ka kërkuar që të prehet në një varr të thjeshtë në tokë me një gur që mban bishkrimin Francesku. Duhet të rikujtohet se Papa Francesku është cilësuar si Papa i popullit, Papa i të varfërve, Papa i dëmshurisë, dhe me deklarata dhe qëndrimet të tij ka, le të themi, krijuar një lloj një lloj liberalizimi apo edhe një lloj qëndrimi ndryshe të kishës katolike. Mbahet kongregacioni i parë i përgjithshëm i kardinalëve këtë të martë, më pas të mërkurën do të bëhet transferimi i trupit në Bazilikën e Shën Pjetrit, të shtunën do të kryhet edhe ceremonia mortore dhe konklava do të mblidhet midis datave 6 dhe 10 maj, por mund të ndodhë edhe më parë nëse të gjithë kardinalët do të kenë mundësinë që të mblidhen përpara kësaj date. Konklava sipas normave të Domicini Gregis do të mbahet midis ditës së 15 dhe të 20 pas ndarjes nga jeta të papës, që është pikërisht data 6 deri në 10 maj. Janë 130 kardinalë të cilët kanë të drejtën të votojnë. Ata do të qëndrojnë të izoluar, pa marrë informacione nga jashtë për të marrë edhe vendimin dhe votimin e tyre, e cila duhet të jetë me shumicë, dhe më pas rikujtojmë se çdo ditë do të dalë tymi zi nëse nuk është përzgjedhur ende papa i ri, apo tymi bardh nëse do të kemi një pap në krye të kishës katolike. Sot u mbyll dhe u vulos me dyll apartamenti i Papa Franceskut, i cili nuk banonte në apartamentet papnore të njohura si pallati apo apostolik, por në vend të kësaj ai jetonte në apartamentet e Casa Santa Marta, një banesme e vogël e ngjashme me një konvikt në konakun e Vatikanit, duke i shkuar në fakt ndesh edhe qasjes Papa Franceskus edhe mënyrës modeste që ai tentonte dhe zillte që të jetonte. Është kardinali Kevin Joseph Farrell, i cili njoftoi ndarjen nga jeta të Papa Franceskut mëngjesin e Sënës dhe po mban aktualisht rolin e drejtuesit të përkohshëm të Vatikanit. Kardinali irlandez, i cili ishte emëruar nga vetë Francesku në vitin 2019 në rolin e Camerlengos, do të mbajë përkohësisht drejtimin e Vatikanit gjatë periudhës së tranzicionit deri në zgjedhjen e Papës së ri, dhe ky njihet zyrtarisht si sedes vacans. Është koha kur Selia e Shenjtë mbetet pa një pap aktiv dhe ai gjithashtu do të drejtojë edhe konklavën pra bashkësinë e kardinalëve të cilët do të menaxhohen, le të themi, nga Kevin Joseph Farrell, edhe do të zgjedhin edhe papën e ri në krye të kishës katolike. Do të shumë shkurt të shihim dhe një informacion tjetër, një postim në rrjetet sociale që na vjen nga shumë e dashura melodia shqiptare Dua Lipa, një këngëtare me famë ndërkombëtare, e cila ka kaluar fundjavën e Pashkëve në shtëpinë e saj. Është rikthyer në jug të Shqipërisë, aty ku ajo pushon në fakt çdo verë, por duket se edhe për tej verës edhe për festa të tjera fetare si në rastin e Pashkëve, por këtë radhë duket se ka sjell kollovarin, dhëndrin, pikërisht aktorin britanik Callum Turner, partnerin e njohur prej janar 2024 të Dua Lipës, ku do të rikujtoja se në dhjetor 2024 nisën edhe, le të themi, raportimet e para se çifti është fejuar dhe shumë shpejt do të celebrojnë dashurinë e tyre në martesë. Dua Lipa duket shumë e lumtur në fakt, teksa shijon diellin që rreth tokën shqiptare në ujërat e jashtëzakonshëm të detit Jon, në krah të partnerit dhe familjes së saj, të cilët kryen aktivitete të ndryshme, apo patjetër kanë zhvilluar edhe drekën e Pashkëve dhe të gjitha ritualet, ashtu siç edhe ata kanë dëshirë që kryejnë. Duke lënë pas, le të themi, edhe Britaninë, Londrën për një farë kohe, ku do doja të rikujtoja se Dua Lipa sapo ka përfunduar dhe një turne botëror dhe ka marrë të gjithë kohën e saj për të pushuar, e shpallura nga fansat e saj si mbretëresha e pushimeve, pikërisht për publikimin e fotove të tilla, dhe do doja të rikujtoja se Dua Lipa kalon shumë kohë në jug të Shqipërisë për të shijuar në fakt edhe bukurinë natyrore dhe të gjitha resurset e vendit tonë. Me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Words. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në rrjetet tona sociale, juftoj të na ndiqni në webfaqen abcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Jetë për heqen! I pak dëshirueshëm, 9 grada!